Orikumi ka qenë bashkim e vetë deri në vitin 2015, kur me reformën administrative territoriale u bashkua Bashkisë së Vlorës duke u kthyer në njësi administrative. Por pas më shumë se një dekade nga ky ndryshim, banorët e zonës kërkojnë rikthimin e Orikumit në bashkim e vete. Sipas tyre, kalimi në administrimin e Bashkisë së Vlorës ka sjellë një sër vështirësish në marrjen e shërbimeve. Një prej problematikave që ata ngren është nevoja për të drejtuar drejt qytetit të Vlorës për dokumenta apo shërbime të ndryshme administrative, duke u shkaktuar humbje kohe dhe kosto shtesë. Banorët thonë se Orikumi për shkak të pozicionit, numrit banorëve, zonave që përfshin dhe rëndësisë së tij turistike, duhet të ketë sërish administrimin e vet vendor. Kërkesa për rikthimin e Bashkisë së Orikumit është ngritur edhe publikisht nga banorët, vetëm pak ditë më parë ata protestuan duke kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet dhe që në diskutimet për ndryshimet territoriale të merret në konsiderat rikthimi i Orikumit në bashkim e vete. Dhe për një certifikat, banorët duhet edhe në Vlorë, është për pensionistët më shumë që kanë një pension shumë të vogël, për shumë gjëra. Po me vështirësi shumë të madhe, nuk I gjejmë dot, është shumë e vështirë për të jetuar një lopët. Jo, është një kërkesë që banorët këtu, megjithëse ne nuk jemi banorë këtij vendi, po e quajnë të arsyeshme që janë probleme që thonë këta, qoftë ekonomike, shoqërore, të gjithë. Ka qenë një, domethënë, kjo zonë këtu me të gjithë kohën, domethënë historikisht, të gjitha I ka pasur të gjitha mundësitë. Ka të gjitha resurset, I ka të gjitha që mund të bëjë më shumë, domethënë mund të ndihmohet shumë. Kto është një pjesë se ka ngel të moshuar. Të moshuarit nuk janë në mënyrën elektronike me këto. Kështu që duhet të jenë pranishëm atje të shkojnë vetë. Nuk I lejojnë mosha, nuk I lejojnë. Kanë vështirësitë e tyre. Për banorët, një bashkim me pranë tyre do të nënkuptojnë akses më të shpejtë të shërbimeve dhe një administrim më të drejtpërdrejtë të problematikave dhe nevojave të zonës.